Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq. Edhe këtë martë jemi bashkë me një të ftuar tjetër me të cilin do të bashkëbisedojmë për shumë çka që lidhet me jetën e tij. Qoftë në profesion, ngritjen akademike dhe profesionale dhe duke mos përjashtuar edhe familjen dhe mënyrën e të jetuarit me shoqëri. Piktorët e mirëfillt janë ata të cilët në krijimtarinë e tyre janë të lidhur ngushtë me vendlindjen. Sot do të bashkëbisedojmë me një bashkëqytetar tonin, por me një profesionist të fushës së artit, i cili me punën kreative në pikturë, që ne e njohim si piktori i peizazheve romantike, te i kaloi pritshmëritë e punës së tij dhe piktura që ai punoi profesionalisht ndër vite, sot zë vend në shumë ambiente shtëpi familjare. Profesori Bedri Emra është me ne në studio dhe do ta falenderojmë për kohën, mundësinë që na i dha në këtë emision. Gjithsesi ndihem e privilegjuar që sot do t'ju njohim në një dimension tjetër krahas punës artistike. Ju falenderoj për ftesën. E kom mirë prit këtë ftesë, edhe që nuk i kom dëshirë fort më thonë drejtën bisedat se ne krijues përgjithsisht flasim me vepër e jo me fjalë. Jeni fjalë pak e punë shumë. Fjalë pak e me punë mendoj kështu që ashtu, po të ditë punën që pe bon televizioni syri, po saqisht juve ju falenderoj shumë, ju kom shiqu pothuajse gjitha misionet janë të mrekullueshme. Faleminderit. Çfarë po bëni këto ditë, profesor? Cila është ajo dinamika e aktiviteteve tuaja? Si e rrumbullaksoni një ditë të jetës suaj? Unë kom një stil të jetës të kahershëm, por që edhe tash vazhdoj. Si të ngritëm mëngjes, kuptohet i bëj ato shka duhet me ngrana si, pas ta i lexoj një orë dy, edhe me herë në atelier, shkoj, edhe aty meditoj, krijoj. Aty është gjithçka jotja. Aty është gjithçka imja, flas me gjitha punimet pothuajse. Ndihesh mirë. Ndihem mirë edhe këtë kohën pothuajse aty kaloj në atelier. Po, faleminderit shumë. Ne kemi zgjedhur bashkë disa fotografi që besoj do të ngjallin edhe kërshërinë e shikuesve tanë, që t'ju njohin juve jo vetëm si piktor, por edhe kush ishit, si u ndërtua, cili ishte rrugtimi juaj. E këtë do ta bëjmë përmes fotografive. A jeni gati ta fillojmë nga e para? Me knasi, sepse këto fotografi do të na kthejnë pak në kohë, por edhe në emocione. Ashtu. Gjithsesi. Këtu çfarë është, pse është e rëndësishme kjo? Kjo foto e familjare. Po. Nëna, baba, motra edhe unë. Po. Baba ka qenë përmendoj themeltar i shkollës shqipe, ndërmësues të parë, ka punu së bashku me kolegë shumë të nderuar, Haki Bardhi, pastaj Qazim Haraqia. Po. Një kontribues si gjuhës shqipe. Një kontribues, ashtu. Po. E nëna? Nëna është artizane, me profesion. Nëna edhe motra janë artizane kanë qenë, të mrekullueshme, që talentin e kemi për tyre, më thënë drejtën. Cilën fushë të artizanatit e qëlimat e thurjen dhe në vek si kanë qenë përpara? Me vek ashtu. Po. Kanë qenë tjerë zakonshme, prandaj jemi shumë mirë njohës. Çfarë mban mend nga fëmiria jote, profesor? Një familje ardarse, e cila vazhdimisht është përpjek që të na edukoj sa më mirë edhe të na shkolloj. Më kujtohet baba në atë kohë,
ishim 10 antarë të familjes edhe tjerë. Shkumë në shkollë, vllau edhe une, edhe të ke kafshatën e bukës së ndaj, kam qef me i po të shkolluar. Imagjino, Me po. ashtu. Prandaj amanetin e tij mendoj që ja kemi qenë në vend. Si vllau, po ashtu edhe une. Shumë e bukur kjo. Do të kalojmë te një fotografi tjetër? Ku do të na shpije kjo fotografi Kjo tashmë? fotografi Në bankat shkollore. Samile Dushi. Jam anë me mësuses, këtu jam në aty, kam mesi afër mësuses, Po, kjo është prej shkollës fillore. Ku i keni Në shkollën e Minduraku. e Minduraku, Minduraku. po. Si bëshin Me mësimet thënë ato drejtin, kohë? ishim shumë nxënës, Po, ma tepër se 40 nxënës, edhe mësusja me përkushtim të jashtëzakonshëm, ja dirke që me secilin për nesh me punu. Edhe mjë individuale, edhe kështu mjërë po. përgjithshme. Si ishin mësueset të dikurshme? Me thonë drejtën, Ju që kam bani mend nga mojnë në mend disa ashtu që lidhjet tuaja me kom qenë mësuesit? miradije, me thonë drejtën për atë kohë, Po, në ato kushte, në ato rrethana, me punu me shumë nxënës, nuk është lehtë. Është shumë punë e vështirë, po për kushtimin tëne, ne ka bo që ne jemi sa të ku jemi. e vërtet. Edhe sa shumë nxënës, profesor? Ma tepër se 40 nxënës. Do më thënë klasë me punosh për 20 minuta me gjithë këta Ashtu, nxënës. edhe shoshtë më rëndësi, shumë prej nxënësve, prej nesh, Po, edhe unë jam aty, kemi qenë të varfër, me kushte jo të mira ekonomike. ekonomike. Prandaj ishte një problem jashtëzakonshëm, por ja ka dalë, unë jam mirë si njoftë shumë, jo vetëm për Saminin, por edhe për tjerët që kanë kontribu e kanë dhonë maksimumin. Sot mësuesit e gjeneratave të reja po kanë problem shumë me bullizmin mes bashkëmoshatarëve. A ka pasur aso kohë tendencë për me bë dikë mundi më keq ose diçka të ngjajshme nga shokët? Shumë familiarizuar. Shumë i kemi ndihmuar një tjetrit. Edhe mësuesja po ashtu, gjithmonë e kanë net afër. Shumë e bukur. Nuk ka pas. Përgatitja ka qenë shumë nivel. Shumë nivel. Tu krahasu atë kohë me këtë kohë, ka shumë ndryshime. Në këtë kohë posedojnë me të gjitha, po me keqardhje nuk e kanë përgatitjen profesionale atë dashurinë E vërtet. ndaj nxënësit që ka qenë në kohën tonë. Ju vlerësoni se mungon ajo sot. Mungon, jashtëzakonisht Po. mungon. Unë nisna gjithmonë e kom figurën përpara babën, Po, të ndjerin që ka punu dhe vdekjen dhe moshën 73 vjeçare, me shumë ndrime, me 3 ndrime. Me ka 40 e son nxënësa, edhe u qoken 4 mëngjes, më përgatit për me shku në mësim, me dhonë mësim. Dhe që nuk mu i dalë asë një ditë, pa u përgatit. shumë e bukur. Se ka nevoj, ishin 96% baba thadhe analfabet. Analfabet totalisht pa arsimum pa ditur. Kuptohet. Do më thonë analfabetizmi në një shkallë të lartë. Shumë të lartë, shumë të lartë. Vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër, profesor. Që këtu baba me nxënësit. Baba me nxënësit. Qërë, një sa numër i madh është i nxënësve. Edhe i vajzave, kjo e Edhe i mira, edhe vajzave, edhe i vajzave. vajzave. Po, Po kanë qenë ashtë lidhën, Po. një familje, kanë ndihmuar një tjetrin. Kafshatën e bukës kanë ndasë bashku. Kështu që duke ditur që numri mësuesve aso kohë ka qenë i vogël, Shumë i për shkak të kufizuar. përgatitjeve të veç normale më duket e kanë punuar. Ashtu. Sa ka qenë për juve si fëmijë që keni qenë fëmijë të mësuesve një lloj privilegji apo jeni trajtuar në mënyrë të barabartë? Gjithmonë baba ka qenë me rujt modestin edhe mos mu para tjerëve, mos më tregu që unë jam biri mësuesit e ju tjerë jeni ashtu. Po, Gjithë jemi një trung jemi. e vërtet. Nxënësat. Baba duhet ta seki këto, shkollën e ka kryer në Shkup, në medresën e Shkupit.
Ndërsa edhe vllai i babës, Osman Shaqiri, emra, është themërtar i shkollës në Shqipëri. Ka punu në Bujan. 2 vëllezërt. Më thonë një familje Arsimume. që po, arsimume, po edhe keni punu shumë, do me thënë. Ashtu, ka qenë. Shumë e bukur kjo. Kalojmë te fotografia tjetër. E këtu, motra me djemë të vetë. Po. Gëzimi, afrimi edhe burimi. Zherka, kjo është. Familja Zherka. Motra ka qenë e martume të Recep Zherka. Gëzimi është babaj i herojt Erton Zherka. Sa bukur, Ertonit. Po. Cila ka qenë ajo lidhja jote me motrën? Jashtëzakonshëm kemi qenë, po thomë, në atë kohë, flasë për atë kohë, kemi qenë shumë dashur njërin tjetrin, shumë të afërm njërin tjetrin. Ka qenë misia e jashtëzakonshme e të afërmit. E mos flasim në familje që ka qenë kemi marrë frymë gjithë njësoj, po thuajse. Profesor, ju që i keni përjetuar këto mirësi të asaj kohe, këtë njerëzillëk të asaj kohe, sa ju brengos tash kjo egoja për të qenë vetjak e ditëve të sotme? Si e lidhni këtë diferencën e asaj dhe sot? Shumë me thonë drejtën për mungon e jo. Me keqardhje, sot afërmit mes veti nuk njifen. Nuk flasim vllau me vllaun, me motrën. Është një shkputje totale, mund që më shkun për mësim. Ngritje, kjo gjithmonë në zbritje për vje. Apo e rrezikon kjo institucionin e familjes? Jashtëzakonisht përshë. Më thonë drejten, është një kaos, se nuk ditë ku do t'ja dalim. A jemi të gjithë fajtor nga pak për këtë situatë? Mas shumë të jemi fajtor ne. Më kujtohet një fjallë të lëdhu libat se kom përqef shumë Fajkunicën, edhe Nolin. Edhe Nolin, Edhe Nolin, këta dy kanë qenë kullosë më të mdhejnë, mendoj që jemi... Të jashtëzakonshëm. Kur thot me keqardhje, konsideroj kur Noli 1 vjet s'ka mujt me majtë po shtetë. Jemi shumë çuditshëm. Jemi një popull... Dhe rëzuan miqtë e vetë. Shumë bukur, tha. Jemi shumë çuditshëm. Bajroni po ashtu në Shqipëri që ka ashtu. Thot jemi popull jashtëzakonisht i pashëm, me virtyte të larta, me ardhen këtë gjendje, degradim, unë e habitëm edhe sot, nuk më i me marrë me mend. Kanë hu farë kriteret, nuk kemi kriteret. Bajroni e shkroi se janë edhe mikpritës. Mikpritës të shtektimet e Childe Haroldit, aty jashtëzakonisht bukur e potencoj. Qashtu. I kemi një jashtëzakonshëm, një gjen jashtëzakonshëm është. Më ardhë këtë gjendje, qërë ku për e mendoj situatën sot që jemi. Në qëfar situatë kemi ardhë. Pe i hupin afërmit tonë, Amerikën, shtetet tjera, me këtë sjellje jo si duhet, me këtë sjellje. Kjo është për keqardhje, Ma që më ngritë, se jemi popull i lartë, që i kemi gjitha vlerat, mu devalvu tash më ardhë këtë gjendje, unë habitëm. Me thonë drejtën habitëm. Kalojmë te fotografia tjetër, profesor? Këto, shumë fotografi e qëllume, i bëjnë kodra, ne vazhdimisht piktorët, kemi pas një koloni në Ndeqan, që u mbledhshin piktorët, edhe letras bashku. Edhe në Rornjan, në Kroaci kemi. Për çdo vit, kemi thirrë emrat më të njohur të ish Jugosllavisë edhe nga jashtë. Dhe çka keni, cilat kanë qenë ato aktivitete? Pikturim. Pikturim. Keni qëndruar gjatë, domethënë, Shoqata piktorëve. 2 javë ditë. Në fund e bëjshim një ekspozitë në Prishtinë, në Gjakov, në Pejë, në Prizren, qytete tjera. Për disa vite, në gjatë e gjashën, ishte mysafir i bëjmë kodra. 2 herë ka qenë i ftuar edhe 2 herë i ka përgjegjë pozitivisht ftesës.
Sa e bukur. Një Sa knasi- ishte për ju aso kohë si një poet, si krijues tri me u taku me Ibrahim Kote? Jashtëzakonshme, një ndjenjë e jashtëzakonshme, por më ka bit thjeshtësia e tij. Aq i afërt, aq i dashur e papërshkrueshëm është. Pa. Afër. Ky ka qenë dhomë me muslimin, me muslimulliqin, unë e kom qenë me dhonë. Se kishim këto që kanë qenë do shtëpisat vogla në Deçan. Pa, Aty pa. vendosim. Ushqime kemi pasur në hotel për bashkë. Së bashku me letrar. Edhe letrare. Edhe letrat. Ibrahim Rogova më kujtohet, Mark Krasniqi, këta gjithë kanë qenë në atë kohë aty. A kishte raste që një poezi të bukur ta përktheni në pikturë? Shumë bukur, tha. Ajo është jashtëzakonisht. Ma një podrime po ashtu kolegë. Po. Edhe i vishë, edhe nuk e ceka. Gjithmonë prej poezisë lind ideja për më bo diçka një pikturë. Po. Një është një porte. Krahas punës, me siguri keni zhvilluar edhe një lloj rrjetëzimi mes trinjëve. A Ashtu. kanë qenë të bukura këto takime për sa ditë keni qëndruar aty? Jashtëzakonshëm. Ju kanë Po dhënë besoj emocione të mira. Jashtëzakonshme. Edhe ka pas kritere, se unë jam antar i shoqatës artistëve prej 63-shit. Po. Edhe vazhdimisht kemi një numër i madh i antarëve aty. Kur shkojshim dhe qenë koloni këtu ose në Grozhnjan në Kroaci, u bo këtë zgjedhja. Ishin ata që qenë ma meritor, që ka kontribuar më së tepërmi. Jo të gjithë kënë antar shoqatës. Po. Zgjedhur ishin aty. Aty shpesh vinte edhe thirrshim me pjevudhësve. Fadir Hoxha ka qenë shpesh. Edhe i keni jap karakter, Jashtëzakonshëm. ndoshta mund të themi shtetëror, Ashtu. e në anën tjetër edhe keni lidh miqësi njëri me tjetrin. Ashtu. Qosa më thënë. Recep Qosa po ashtu. Jashtëzakonshëm njeri. Privilegj për ju me ardhur Recep Qosja, Fadir Hoxha, Jashtëzakonshëm, struktura politike dhe Shumë të shtetërore. afërmi. Po. Edhe biletërsi, bisedojshim, edhe pikturë. Në fund të përbashkët, letrarët edhe piktarët. Për Sa- thëmë ka qenë një atmosferë Dhe jashtëzakonshme. ka zgjatë për disa vite ky aktivitet? Shumë vite, shumë vite. Edhe në basë kontributit, punës që Po. bëjshim, uftoshim në koloninë e Deçanit që e qushim, ose në Grozhnjan, Kroaci. Mrekulli ka qenë, po thëmë, një privilegj jashtëzakonshme. Po, gjithsesi. Kalojmë te fotografia tjetër, sa histori të bukura, profesor. Faleminderit. Këtu kom një fotografi shumë interesante, Çka është? Ku mirë që është? pa të ke përzgjedh. Po, Dy miq tanë mes që janë. po, Ta janë dy qek prej Pragës. po. Unë në Greqi kom shku disa vite, kom pikturu edhe kom bo portrete. Çfarë periudhe? Apo kështu gjatë verës apo Gjatë verës, gjatë kuptohet verës? kohës Po. kur ishte Pushime. pushimet. Po. Edhe i takoj dy qekt, aty afra kishim afër vendosjen e shtëpisë aty, për më me blokën dorë. Kjo qekja, edhe vë thot, ako më si ma boj portret? Si jo, më thashun, për këto jo, pse ku morë blokën, thashun, boj portrete, boj pesaje, inspirona për shumë shka këtu që shof. Edhe, ja bona portretën, edhe për mërë, sa me pagu, thash, kurse si, thash, ne jemi familje këtu, kush jemi, si mund të me pagushti këta, kurse si, Shife. ashtu, edhe ako mos i shkëmbym adresat. Për zës në shatë pak po, Jo, vetë Vetëm- lutem, po të Ashtu, dëgjoj me shumë kënaqësi. edhe mas një kohën pra kur shkuna të përfundoj kjo mo, letër pas letër, kom dëshirë me qenë mësafir. Shife. Kom dëshirë me qenë mësafir. Me profesion ishte kimiste, e diplomuar, kjo jurist, kjo bashkëshorti, Po. edhe vendosa, Me iftu. me shku, thash. E kum pas e një kolegë, që është maj mu shumë, po, a bon marrë dhe dhune, kjo Skënderegja, për shef, këto në kanë që është, skenograf ka qenë një teatrit të Gjako, shumë mirë, po. skenografi, vendosë më shku në Pragën e Bukën, Pragën e Artë, që të quhet, kryeqyteti i lindjes është, Praga. Edhe ku shkoj atje, u vendosëm,
na pritën mirë shumë, e në studion e vetë, në dhomën e punës, e kishë vendosë portretin, e kishë bërë një kornizë të mrekullueshme. Që ja kishë bëti para sa vite. E ka më rëmet, edhe kishë pianun ati, shka kini dëshje me ekzekutu. Që është edhe thotë kulturë qeke. Që është mëjet e popë shumë, jashtë zakon shumë. Jashtë zakon. Një kimiste edhe me piano edhe... Me përvarë dhe me qenë kështu, kjo po thomë është, kishte marrë pushim 2 javor. Që me qenë në shërbim tim. Me qenë në shërbim tim, edhe vazhdimisht kini dëshirë. Me shku galerit mi pa, shka të dishrani. So me keqari e thash, marrë. Edhe dishka shumë interesant është kjo. Vajzën që kishte, tha kemi vendosë na me shku një shtëpi tjetër, milion të lirë. Banesën, qëfar kulturë, qëfar nivelli. Unë thash kurse si. Unë thash që prish i familje nuk kom. Unë ku morë thash si shok, si mik, edhe asgjë tjetër. Edhe për çdo mëngjes kjo vajza, kjo vogla, me tublule me bike, mi vendos ka aty. Shumë interesant. Sa përjetim interesant. Shumë interesant, po thome vazhdimisht këmbehemi tash hala. Ende shumë dit. Me letra, masi. Bilim për mbëtë saj, që tash kohët e fundit, pse nuk për vjen prapë në asi. Thash, një më plak, ma i thash tash ti. Nuk mu i thash më thimin s'ma bane, një në vite këto në supe, e dëshoj do të mira në i këneqër. I ka pëlqyer do më thonë puna juaj shumë dhe mënyra se si ju keni qasur asaj pikture. Ashtu është. Shumë e bukur kjo. E do shtë me cek edhe thash, në Greqi, një rasin është të bibjes e lavë, po është një realitet. Një qift italian ishte, edhe zakonisht ata nuk bojnë portreti për veti, po bashkëshortës, dashërës. Thate, a ka mos i me ma bo një portret vajzës këtu që po se është për këtë punë. Fillova mja bo, edhe i rike bashkëshorti gjithmonë mas shpine. Du të përcjell. Tu përcjell. Ka i, thash, për mbytë kamerë, thash, prej Kosovës vogën, ose keni ndju, Kosovar, Shqiptar, për thëmë ati. Tha, di pse pyta, tha, disa ma kanë punu portreti, asë një nuk ma ka punu, nuk ka mujtë psikologjin me paraqit të portreti. Të lumë, tha, të monë psikologjin që është kumë pa dëshirë, e që dhonë gjithat i parë. Sa bukur. Jo, është shumë e rëndësishme kur puna deri te pala, ose klienti pëlqehet edhe njëkohësisht merret si falenderuese. Ashtu. Dhe jo një shkëmbim komercial ose diçka ngjajshme. Shumë e bukur. Kalojmë te pas vërtet histori interesante, profesor. Që edhe këtu. Në Pragën e ashtë, po. Gjatë ati takimi, gjatë asaj vizite. Gjatë asaj vizite, 2 javore që ku pas, edhe këto Praga. Dhe ti pate rast me taku edhe ekspozitat të ndryshme, muze? Ashtu, muze, ekspozitat të ndryshme, është një urë jetër, që gjithë ashtu këtë vizitojnë, si Louvre në Paris. Asi nivelli, po. Jashtë zakonshme. Po. Ashtu, një mrekulli që me thonë, mandej njerëz janë shumë të ngritën. E më nëshë diçka në rreth të prit për më shku, më shërbi diçka. Librin e gjepet me veti. Për qatë kohë me hap libri? Gjatë kohën, për derisa të vjen rrath tash, ndërke librin me lexu. Për pyetjeve të vetë, çka po ndodh më në emër? U harru libri. Nxën sa sot me telefon këtë kohën. Nuk na vyn, më nuk është për ne. Vërtet. Është harru libri me keqardhje. Ndryshe është libri ku ta lexon, ndryshe përjetohet. Ndjeshmërinë që ta jep libri fizik është just ta jep tjetër. Është e padiskutueshme. Kemi lloj romanësh, emra botërore kemi. Kemi pas mall përpara, kuptohet baba ku ma bikin e më të ke për qafësha, për me lexu. Sot këtë marimi me tjetër subër, me keqardhje. Fiks. Kur them këto, shumë dhëm, shpirti po është një realitet. Që për vret shumë, kanë hup kreteret,
në kur falemi s'kemi kriterët mirë fillta. Duhet me pas kriterë, ma nuk bonë më kretë me. Krejt me metamin. Me metamin që tha, shumë bukur, tha popullore, me metamin. Fiks. Nuk shkon me rësi, Fiks. Kalojmë te... edhe që ka fotografi. Sa e bukur është kjo. Vitin 1966, Po? piktorët edhe letrat Gjakovës, unë e isha udhëheq, më zodhen këta kolekt, Po. e bom një kërkesë në Beograd me shku në Shqipëri. Fatë bërësisht, unë edhe sot habite, si në mundësun që më shku. Edhe shku, i bom ato kretë shka duhet, edhe shku qëndrimi 2 javor ka qenë në Shqipëri. Jashtë zakonisht i mirë ishte. Kishit takime me njerëzit e kulturës të asaj, kulturës, edhe letrat, edhe të kulturës. Dhe u mirë pritës mirë? Jashtë zakonshëm, fatë mirë Haxhiu, që ndër piktorët më meritor. Po. Edhe i ka qenë udhëheq, Buzës, Erdrajm Buza, kujtim Buza, djali ti, po ashtu, gjithë një mrekulli 2 javor atje. Po ishte në gjendje me keqardhje të mjerueshme. E kishin gjendjen shumë të dobët. Dobët. Qëndronin më dobët se ne në këtu në Kosovë? Shumë më dobët, më thonë, unë im habit. Edhe këta për më thonë kolekt, ako më si bërë në kam marë, apo e dom një ambërsirë. A di, ashtu. Edhe për thëmë ati shqevit, ako më si bërë, thash, për do në kolekt, një ambërsirë, thash, me shiju. Po më, për i bojmë, tha, për i bojmë një kaj maqenë, tha, për i bojmë. Se s'kishte ku t'ju dërgonte? Kaj maqenë, më reman shëndodhi, thashtë i qartë, me keqari, këta po. Unë më rezerë, më thonë drejten, që pak që disha gjendin e tëne, ata gjithë hongre kremë të nesme, gjithë në spital. Me vezet e prishura. Kur sa arroj këtë moment? I qitë në pozit lakmushe, kolekt atë. Sa. Po. Shumë e... Kjo shumë për qefe kom këtë fotografi, që Ali Musa në kanë këtu. Po. Këtu në kanë këtu. Shumë e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Interesante këto takimet tua janë. Faleminderit. E që edhe këto ke gjithë shumë të mirë. Qëtu në takimet e Deçanit, që ishte 2 javor, që pikturojshim edhe në fund ekspozojshim, këtu kom një fotografi me Nesret Saleh Megjicin. Profesor në akademi ka qenë, vëllau edhe une. E kemi bo pranë asje që shivet aty. Ishte fotografi e rastit apo lidhej me diqka? Jo, takimet ishin? Ishin takimet që kemi, të kemi në kujtim. Sikur që keme... Më herë që ishte me Ibrahim Kodrën. Me Ibrahim Kodrën, që ashtu. Po, shumë e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër. Që edhe këtu, në Prag. Edhe këtu në Prag. Në muze, në përqeq kjo. Jezuhi kjo më përqenë shumë kjo. Ka një histori interesante. Histori interesante, shumë e ka. E bom një foto. Isha dëshirë ta kem një foto. E bukur. Kalojmë të fotografia tjetër. Këtu më bashkëshortën. Hajde, profesor, na fol pak për Violeta. Periudhë tjetës tuaj. Po, jo mirë njohë shumë. Edhe që kom pas fatin, unë edhe ajo gjithashtu, që kemi një harmoni tjerë zakonshme. Tjerë zakonshme, nuk di një herë që kemi bonaj, shtu, mi aprish një tjetërin. Edhe kom një përkaj tjerë zakonshme. A i më thotë, jo më gjendë çdo punë me bo, të vish pikto, kryo, ledzo, të une, gjitha i kryj. Shife, kështu e keni pas të ritmin e jetës. Sa vite martes keni? 20 sa. Edhe, qëfar ke mësuar nga kjo bashkjetes ka që mirë? Më thonë drejten, edukimi asaj kohe. Po. Ka qenë që kur bëhet martesa, duhet një tjetërit me një përshtatë. E vërtet. Për ndryshe vjen dhe të ma keqja. Fatëbarësisht në presë e kohë, kemi qenë të afër njëri me tjetrin, kemi përkraj njëri tjetrin,
Edhe sot të thëmë, do gjë që mërë në punë me bo, thot ju, se bëj une. E bëj në ti, vetëm piktoro, kryo, këtë në punë të grave. Sa e bukur, po. Për ndryshëm du të ceki, kjo është emne ka Violeta, Gjoka. Po. Vojza motra saj është për Jusuf Bugjovin. Aha, profesorin Jusuf, Për Jusuf Bugjovin. Po. Bugjenak me Jusufin jo. Qështu. A i kritik letrar, ti, Qështu. piktor, artin, kanë qenë në familje të juaja diskutime të artin? Jeshtë zakonisht bojëm. Po. I kom disa piktuar të Jusufi, edhe këtë kuptohet këtë Jusufi botimit i ka. I kom bibliotekë. Cilin element profesore ke marrë nga Violeta? Që nuk e ke pas, por ke dasht me ja vendos vetës si element. Jusufi ka qenë i martun për para. Pasi unë jofa dhe rdeta jo. Një modesti ka qenë. E këtë familjes. Unë ashtu kisha dëshirë. Një modesti, ju me qenë lastrume, me pas probleme një jetë. Edhe fëdimi ke thonë, këto principi janë. Tu të ma dash babën, nanën, vllon, motrën, jemi një familje. Po nuk e respektove, nuk e respekton mu. Ashtu. Edhe ashtu është. Edhe ashtu ka ndodhë. Unë jam mirë njësë, shpo thamë shumë që ashtu. Du të cek edhe këto, shumë interesant. Ka dy djemi kam, një vajzë, edhe 3 mesa, edhe 2 nipa. Mashallah. Mashallah në vjetë. Jënë kretë, me thonë drejtën në rrugë të mbarë. Kjo është e mira. Gjali butrin ti, është profesor në shkollën Musova Bakia. Edhe i ka artin. Do me thonë e ka të rëshëgu. Jo me imponim, po vete ka. Me dëshirë ka zjedhë. Armendi, gjodet është, po në sistemin e ujto. Që ashtu. Vojza mësuse, ashtu. Aty pas kënë qëndruar pak. Që ashtu. Mësuse. Ashtu. Te fusha arsimit, diçka për do të ndryshe jenë pavarë, njënë e tjetër, dy djemë qënë, se cilin banjesën e vetë. Shumë e bukur kja. Mësë mu bo barë, që thonë, edhe ata mi pas jetën e vetë të kanë. Ta ndërtojnë si bas dëshirës jetën. Ndjeni i përmbushur me këto që ka familja juaj? Jashtë zakonisht i përmbushur, jam mirë njëthë shumë. Spari, pa thamë du të cek edhe herë, që është një dokat e shëndosh prej babës edhe nanës, edhe këtë familjes, që du të arrujmë trungin, o shumë rasi rrutja trungut familjarë. Shumë e vërtet. Edhe dëgzimin që i kemi këtë parë fisin, me që një. Nësë me posë në dasi, pas dashuri pa hile që thojnë ati. Jo jo gjonat mira. Shumë e vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër? Që edhe këtu familjarë. Po. Djali Madharmendi, butrinti edhe Nora vajza. Cili kanë marrë elemente ma shumë nga ju? Pak nga une kanë edhe pak nga bashkëshortja. Po. Dhe më thonë janë një miksi i karaktereve. Ashtu më duhet. Miksi i karaktereve. Bukur, kalojmë të fotografia tjetër? Që edhe këtu, një fesë që kanë posë, të nipat, përbashkët. Cila është ajo lidhja jote me nipat? Jashtë zakonshme është. Sidomos me 2 mesat që kom, edhe kom qef pikturit mi falenderu, Elenën edhe Riten. 2 vajzat botrintit edhe njët vajzës. Lea, që janë jashtë zakonshme. Sa shpenzon kohë me to? Jashtë zakonisht, kohën ku nuk pikturoj. Po, natyrisht. Ku nuk lexoj, këtë kohën një përkushtoj tëne. Kalojmë të fotografia tjetër? Që edhe këtu, në Prishtinë të vlau, Tahiri, Drita edhe une. Familjarë këtu tretë. Një vizitë rëndomët apo me ndo një specifik saktuar? Kemi qenë lidhje tjerë zakonshëm, du të cek edhe këte. Me vlonë edhe me motër, sidomos tash këtë fundit,
me vëllon këtë kohën që kemi edhe të njëjtin profesion, Po. po i neme ma tepër se vëllezërna. Si ma hek një kraj, ma amputu krajnë ku kom dëgjulojmin para një vitë që i ki kja botë. Kemi qenë shumë të lidhur njëri me tjetërin. Çdo vizit që ka bërë në botën jashtme, në Paris, në Itali, në kretë Evropën, në Rusi, 2 muaj kom qenë, kretë kom bërë me vëlla. Jemi tjeshtë zakon, një lidhje është zakonshëm. Kur shoh sot maradhonit, që nuk i kanë të mira, për thonë, a e njerëz më këta, a frymojnë më këta. Si munde? A di që jemi kalimtar jemi të rastit. Se cili prej nesh vjen dita kur kemi. E qartë. Prandaj, a ditë pa thomë se ma makput një krah ku kom dëgju lajmin. Një ditë përpore isha në Prishtinë. E takove? E takova, edhe këtë kohën duhet mi përqafonte, e ku marrë lajmin e mëngjes që na iku. Pa thomë ka qenë dishka. Si e përshkruan atë njëria që të madhë të pikturës edhe të mënyrës se si a ju ka qasur artin e njohim të gjithë me, për shkak të veprave të tij të cilat i ka shpalosur ndër vite. Si do ta përshkruanit ju me një fjali? Më thonë njërë, mbi gjitha, unë mendoj, ndoshta kom gabim, me qenjeri. Këto çdo krimtari është relative. So i qëndron kohës. Ti mund të bën një vepër që më dhënë që është e madhe, po koha më thej, e zbe. Qartë. Mbi gjitha me qenjeri. Mas shumë të e qmoj vërtytën njerëzore, ku je njeri e gjitha që. Shumë e vërtet. Këto kretë binë poshtë të tjerat. Merë men për lidhë nga këtu me këte që thash Leonardo da Vinci, para se me vdek, momentet e fundit. I fronë e thojnë, maestro i madhë. Atë ka me dishka zhiga, kështu populluar me thonë. Thot mu në lidhen, nuk e kom përfundu. Prap kom me punu. 4 vite ka punu Mona Lisa. 3 vite ka punu vetëm sytë. Bosjeshen që ka enigmatike, ku të shqeqen në original. Bosjes edhe përball edhe anësh. është një krye vepër. Më thënë krye vepra të marrin kohë. Të marrin kohë, jashtëzakonisht, po që çfarë modestie. Me gjithat krye vepër, me gjithat sukses. Me gjithat sukses, prap. Thot, nuk kom të përfundu mende. E këto njerëz me një gjotë vogël, u bona shkrimtar, u bona piktor. Jo, mare, duhet me ditë mirë. Mëse abeceda e artit, flasë për lami time, është vizatimi. Po se njofte në bazë zatimin, me punu portretin si duhet, ose një natyrë qetë, këto i mbelbzime tjera. Gjyrë, dhe të shka, shepur, nuk o ka. Kritiku e kupton që... Kritiku kupton me herë që janë vizhë. Nuk ka saktësi aty. Nuk ka saktësi aty. Shumë e vërtet. Faleminderit, kalojmë te fotografia tjetër. Që edhe këtu, ku jemi? Me rastin e ekspozitës Kastriot Njurës. Djalin e Murteza Njurës, që tash është për jashtë. E më thiri Murtezaja, edhe pak aty para hapës ekspozitës në shtëpi. Edhe shkum të Murteza Njura. Edhe Patazaj ka qenë një jashtëzakonshëm. Kemi pas lidhje të jashtëzakonshme me zveti, vëlla dhe une, po përshkrueshme kjo. Aq sa ka qenë serioz, aq i ka pas do batuta të jashtëzakonshme. S'ka mujt me drujt dhe s'ka dhaj kjo, ashtu thik. Fiks. Fiks. Duhet kritere, unë jam për kriter. Po. Veprës mi me thonë vepër. Kjo që prasi, tash gjithë për bon artist. Ose shkrimtarë, nuk për du mi qekë disa emna. I ka njeni, 3 libra, 4 libra i ka. Ja punën dikush tjetër.
veç emrin e qëtë këtë gotshme ka. Qëfar libër më rëte? Qëfar emocioni më rëte? Fatkeqësi është kjo, profesor? Nështë ta gaboj, fatkeqësi. Është fatkeqësi kjo, është diçka që... Po në rritet numre. Po në rritet... Po kryojmë antivlerë. Me së fort qëtë, antivlerë për qërë galeri që e kemi këtu. Kjo tupi, cërë, kom diskutuar, kom bisedu me kryetarin, se kom pas në nëzënës, Ardianin. Ardian, galeria për funksion duhet me pas njerëz aty. Kur hapet ekspozita, me qëndru gjatë ekspozitës. Jo, një ditë më hapë, ma ne më mbyllë. Qëfar ekspozitë është? Atër, ku do të shkojnë njerëzit? Ku do të shkojnë njerëzit? Vinë shkojnë mbyllën. Ose ku do t'ju jep aty leksionet e atyre portreteve, atyre pikturave? Po duhet me pas kriter, edhe kodra, thike. Ne i dojmë kategori, thike, një tari. Kategoria parë, dyta, treta. Pa kur farë ngurimi, heq. Pa thomë në kanë, me keqarë, pa thomë në kanë. Pa. Vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër, profesor, shohim se... Këto dhe një parë një ekspozitës, nishën zënësësime, të shëbo në galeri dërëtoresh aty, Alisa Gojani, në ekspozitën e saj, e kom pasën në zënëse dhe në kurs pikturës, e kom po një foto. Si tu duken pikturat e saj? E mirë është, e mirë, dhe këtu i kom dhonë për kraje, ta që e të kuptojmë me këto rrymë të reja se për me njoftë mirë, thash duhet me qenë me njoftë mirë vzatimin. Piktorin dash me njoftë mirë, është një me po portretin e një figure. Se ajo ndoshta është më vështira, a? Më vështira portretin, se ka të bëjmë me psikologjin. Më të flasim asë me bu këtë trupin, që ka raste. Raste nuk di me bu ato me vi, që dështim është. Kamuflim është ajo. Nuk i artist i vërtet. Ti thubi dhe që më artist, po, për shofë sot, i mbylli shpesh, sytë, thonë të rejtë. Po, e sakt. Ecim të fotografia tjetër? Dhe kjo fotografi shumë e buke. Një personalitet. Kujtim Buzës. Po. Djali i Avdrajm Buzës. E kom mik të mirë shumë, e që ku ishme atë vizitë që thashën në Shqipëri, këtë kohën me kujtimin, aty bashkë me ta, edhe të baba i vetë aty shumë modest, Avdrajm Buza më kujtohet. Kum qenë edhe studje të Edi Ramës, Kristaç Rama, baba ka pas skulptor të njoftën, Edi. Ky është i ri atje, Edi, me babën e vetë ashtu. Pas ka të rëshigu profesionin e të atit, po të atit e ka, piktor edhe ai. Jashtëzakonshëm, figura shumë, ka shatë bisedon me këta njëri. Me thonë drejtën, një të ngrejtën. Është të dhimbshme kur shpesh varfërohen diskutimet në tavolinat tona, profesor. Sa mirë tha, shumë bukur tha, për varfërohen, për kalojnë këtë diçka tjetër. Për se nuk na duhet neve. Unë shpesh i thëmë, për japonest është telefoni, nuk o për ne. Ata që dhe din me dërgju sa me folë. Qysh marë fëmi si i për telefoni, të kun libra. Unë që ku dhe në vinë mesë dhe në shpekur thëmë. Le, gjysh, le këto, që libra, gjithë, e kom bibliotekën e madhë, gjithë qëfar libra për da. Në madhë kemi pas në të kohë. Me pas libra. Me pas libra, më kujtojtë baba ku këthy për Shqipëri, se për shkollës, ne ka paspur një plotë ashti me libra, do të ma madhe. Qëfar gëzimi? Për qëfar gëzimi, për thëmë, nështë ta për të prej këto me këtë asipu. Sakt është. Punimet e Avdrajm Buzës. Po. Sa të bukur. Këtu, profesor? Këtu me hapjen ekspozitës spar të Butrintit. Djali me bashkëshorten. Po. Unë atje, dhe këtu ka qenë... Dhe trego, sa ishe kritik gjatë punës ti? Jashtëzakonisht kritik. Po. Edhe këtë kohën që këmë punu për këthejmë tash pak e nësin në Greqi që bësha portreta punime, edhe piktura grek në ashtu, po tash du të cek edhe dishka e me ashtu, më rikja ape e thështë në shërë babi, du të sa më marrë me basë,
edhe me punë shumë të madhe për më rrit pak. Po punohet pak mu hiq. Hiç nuk arrin. Nuk arrin hiq. Duhet me punu shumë për më rrit pak. Aja ka vlerë. Po. Nështë ta gaboj, Jo. kështu mendoj. E saktë është kjo. Tu duke suksesshme piktura apo Mirë, ekspozita apo? edhe gjithmonë, asë një pikturë në kobon pa ja dhona, pa ja definune. Më thë donat mendimin tuaj profesional, finesën. Zakonisht, ata vërdoj babi, asi, kur shëf që ka të pru, i thom, hiqi të disa që ki bo, që dëmtojnë, ose nuk e ki të përfundu, duhet me vazhdu prapë, me prejtu, arti o shpirt, ndjenë është, po se ndive, e kotë është. Të që këtë një rështu, Gjeller Gjukës, Po, kolega dhaj një përshin profesor e grafikës, të ndajt në ashtu, të bëjë besit dhe ki përshkaj me bo një grafik. Po i ka i gore me to që nuk bëhet grafika, përshkaj pje bëj. po. Duhet mu prejtu më spoj, me ndi. Si vjen ajo ndjesia? E pa Natyrshëm, besushme si vjen. Shumë interesant është. Ka rast që una, për shumë me pikturu, nuk shko. S'funksionon. S'funksionon. Mungona, gjyrë, ku ta shot njerë me kur gjës pa ta bu. Ka rast që, e qëllume. Shte e muza. Ashtomt. Pa tu duhet me ditë se ku me ndërprej. O shumë rasin artë, kur duhet me ndërprej. Mesme, pak me vazhdu e prish. Ose mi në mungës bon, duhet me si artë. Shumë princip, ha? Shka tjetër, hiç, shka tjetër. Tërgojnë the për lumin, Po. ali po drimja, si kolega dhe ta. Gjatë kohës kur djarën e ka pas në gjendje, vështirë shumë, në koridor, tha disha. Qatë kryj veprën që ka Lumi. Lumi, aty tha shkusha. Ishte ndjenjë e zakonshme. Ku të shisha djarën të derë që dhe une. A, qëfar vargje të ndjera ka? Si komunikon ai me djalin për mes vargjeve? Universal. Po. Universal. I shumë që ditë Ma merr mendja që mund të prodhoj letërsia vargja është bukura Shumë sa bukur, ato. shumë bukur. Në raportin prind-fëmijë është I fjala. veçantë. Mund të them edhe këtë me këtë gojë, fenomen. E vërtet, Radhë ka qenë alija. e vërtet. Gruja vetë shumë interesant është, nështë ta për të aproj me këto. Jo, is lutem. Thoj ke, kur do me kriju një poezi, apo në depi shpis, apo që, dilë. Se aty e ka pasat. Dilë për e thoj kësë për më pengon. O që për ndre dhomë, për ndre dhomë të jo, me të shafis, vishu dilë. Jashtëzakonshëm. E bukur është. Jashtëzakonshëm. Prandaj edhe kur vdiq nuk than Ali Podrimi apo baba i Lumlumi. Shumë bukur. Sepse e vlerësuan se vepra ati është e pavlefshme. Jashtëzakonisht, për shoh sot pozit, më që bashku ku Po. me keqarë jam marrë ta. Çfarë keq, çfarë. S'ka prej tim, s'ka. Po se ndive thellësisht në shpirt. Kot është. E kotë është. Asnjë vepra ardhe nuk bëhet pa ndi fort. Shumë e vërtetë është ajo. Këtu i kemi... Edhe kjo është shumë interesant. Po. Në ekspozitën e profesorit e doajenit, profesorat dhe mikë kom pas shumë të ngushtë, mos i mëlliqi, dy vllazërit e tij, Myjdini dhe Bedrushi, edhe Kamran Goranci. Po. Këto, në ekspozitën e mos i mëlliqit. Shumë bukur. Kalojmë të... Po? Jashtëzakonshëm. Pibje pak nështë të sila, po duhet Ishtë lutem. Më s'pe të projnë nështë të pak. Jo, ishtë lutem, fotografi Mësi që ishte kjo, mas shkollës fillore përgatita me shku në shkollë artit në Pezë që ishte. Po. Ku ka krye dhe vllave muslimet gjithë. Po. Edhe dy kolegë tjerë me mu, e kishim lagja muslimullishin të ndjerin. Edhe për ja të tërgoj, thash, punimet që për du më konkru në si. Ata dy shkun, tha, dhe shkun të rri. Tha shumë ndo më gjetë. Bedri, tha, me këto që bi shof, e ki të kalu shkollën e mesme. Jo shkollë mesme, më marrë në fakultet. U drida më qërë marrë, thash, jërim, marrë qysh marrë. Tha dhe këto për ta thonë, tha. Unë thash, mendim im. Aty, tha, ka profesor tjerë. Nuk jam tha vetëm, aty gjithë farësh.
edhe hajde, përshkoj. Ishe i ri, e kishim portretin që thash o bazët gjithave. 5 orë më punu. Fillu më punu, asë orë se kisha bu, për më prek dukush për e shkushmar, kolegë. Pak e dishim serbishën, shumë pak. Po. Që u tha? Thash profesor, unë sa kom fillu, 1 orë gjysë. E ki përfundu, s'ka nevoj. Hajde tha ta pim kaj kafe. Ishtim edhe 70 veta aty. Për konkurim, kur mblodhëm gjithë, tha, e kemi një rast specifik, tha, ka orë një djelosh për Gjakovës, tha, edhe u tërgu ma i mirë si këtë ju. Duart Rokritjet, Ermosimi, tha ma zbarë dhe ftyrën. O, sa e bukur për atë. Pi bjesi latë, po... Jo, ishtë lutëm, ka qenë edhe një, ndoshta mendimi drejti ati që para prakisht ta kishte thënë. Jetën gjohë ka pas Muslimi. Po. Në vitin e 5 vjetë ka qenë shkolla artit, që ka kryu dhe dha aty. Po. Ku i ka bo 3 vjetë Muslimi shkollë artit, një borë Pradanovici, Malezez, i ka thonë në gjëna më hopë kohë në shkollë të mesme, me vazhdu në fakultet, në Beograd, edhe kanë pranu. I mundësonin sistemet kështu, aso kohë, po, kanë qenë udhëzime që i kanë leju. Dushë ka qenë, në bas talente kështu, në bas punës që e banë, lërsimi punës që e banë. Andaj po thëmë. Shumë e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? E që kjo Alisa Gujani që thash, që bo aty, që punin me të saj, ku bo një ekspozitin, më thirë për me aranzhu edhe me konsultu vazhdimisht. Është knaqësi kur thirret profesori me ja marrë mendimin. Jashtëzakonisht mirë. Edhe kur profesori ishe sukseset e nxënësit. S'ka tjetër, knaqësi jashtëzakonisht e madhe, edhe është modesti, me modesti duhet. Unë këtë i konsideroj fëmijë mikta. E vërtet. Që i kom pas shumë vite, që i kom përgatit, nuk duhet me bom katë. Duhet me adhonë se cilit vlerën që ka. Tjetër, pa tjetër. Kalojmë të fotografia tjetër? Që edhe këtu, me vëllau me vajzen, Arjeta, edhe unë me vajzen këtu. Me 2 vajzat. Po, 2 vajzat. Vajzat janë shërbet, ha? Shërbet. Shërbet e baklava. Që kënot, jërë zakonshmet. Shumë të afrëta. Po duhet mu sjellë si duhet për me afru, me ashtu. Ka disa qojnë në kanë 2 të qesin. Ja po vjend ma të e pra vajzë, shumë gabim. Vajzat janë shumë më të ndihshme, për kundra si, më të ndihshme sa të gjemtja. Duhet me afru. Për me pritat informatën, pastaj suksesit edhe kujdesit. Mundi mirë edhe kjo, që është e barabart në raport me gjinin tjetër në familje. Kalojmë të fotografia tjetër. Që edhe këtu me djojnë e vogël Botrintin. Po. Ajo piktura të është e imja. E ytja, po. Në shtëpin tuaj, ka pikturat të ekspozuarat tuajat, apo edhe të... Bashku me Botrintin. Sa ma te pra afrojtash. A di që më smel një vjetën inferiore, dhe shka tjetër, po, barabart jemi. Barabart, vish punojtë. Po. Arrijet me punë. Po, kuptohet. Por nuk punohet vazhdimisht, këtë talenti... Bije, e pa diskutushme. Punë duhet, vazhdushme, me punu shumë, arrit pak. Mendoj kështu. E bukur kjo që e thoni, profesor. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu kur kisha, po, për nënën Tereze, e kom një cikër gjërë për nënën Tereze. Shumë punime, janë 100 punime. Kushtu o nënës Tereze? 100? 100 punime. S'paku 100. është ajo... Edhe, ku i shike vëllau... Figure rëndësishme për ty? Jashtëzakonisht. Për mu, 3 figuret më madhore që keme. Skënderbeun, Nën Terezen, edhe Fajkonisën, me Noli. Vetëm, pak si Noli, se dhe Noli i ka pas ato 3 figurat e veta. Shumë goja, shumë bukur, tha. Edhe a i ka ndërtu shkrimet mbi ato figurat e veta. Ska që 3 veta, pa. E njofte në ndërhujë, këtë botën. Nuk mundësh me leqit një. Pa. Me kësarë dhe kësa që disa që e gjujnë, asë gabim. Skënderbeu në kemi figurën. Shumë e vërtet. Nën Tereza e ka më meritat ishte në hapet ekspozitës. Po. Ma Lurgjevë, një figurë jashtëzakonshme. E kam interesuar një herë jashtëzakonshme. Një intelekt
një i lezuar, njëri me gjitha që paret. Bile ka qenë pikrisht tema për Nën Terezën, thoja, edhe si se nje, mënyrën qysh është ka e prezenton, po ta bën ty një portret si duket ajo dhe si ka lëviz. Aq bukur fliste për Nën Terezën, sa që të fascionoj ke nga mënyra interpretimit për të. Edhe për lidhi pak Nënën Tereze, Po. ma te për konfirmzim për nënës time. Qëfar po? butësie, qëfar fërsie, qëfar dushri ka po ju ndajnesh, po dhe vlefet jo. Prandaj, e kom si dorë që thojnë. Kalojmë të fotografia tjetër. Bedri Emra, piktori i Qabratit krenar. Këtu në ekspozitën që kumë pasë në galerinë në Prishtinë, Po. ku ishte ndjerë Lohani shteti, drejtar, që ky tash nuk është me asi, ndër më të mirë të është, që e njef artin, Besnim Aliu që ky, e ka shu qështu. Shtu ka qujtë. Një epitet i bukur. Po. Piktori i Qabratit krenar. Qashtu. Po. Shumë ja kom kushtu Qabratit dhe motivet Gjakovës kam shumë. Po. E bukur. Për mu tash, Gjakova është qyteti më i bukur. Se gjitha qytetet tjera. Për shumë shka marrë. Mbi gjitha njerëz intelektuale, që janë të orë të Akademisë Shkencave të Artit. Duhet me folë vërtetën, mas shumë t'i ka Gjakova. Po, e pa diskutueshme, vërtet. Pjesa ma madhe Gjakovarja. Edhe këta tjerë që janë të pranuar të tjerë, janë me përkrajnë e Gjakovarve. Këta e kanë dhënë vizën. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër. Bedri Emra. Kjo kopertina e katalogut që e kom afu dhe këtu, ekspozitës. Që ato në përshin që kom pasë. Ki hapur shumë ekspozita. Jërë zakonisht shumë ekspozita ka. Dhe se cilin prej tyre besoj i do njëjtë. Qashtu. E ka një histori se cila në brendin. Kjo ma madhja është që thonë e më reprezentative që kom po galerinë e artë në përshin. Pa. Se edhe si lokal, edhe si vlerë, është aty me kriterë shkohet. Nuk mund të konkurojnë për shembull, shumë bojnë kërkesa, por nuk ja dalin. Nuk ja dalin. Për shkak se si plotësojnë kriteret e punës. Kanë kritere aty, janë disaj, nuk është një, për disa ata që japin vizë, disa ata që përshkojnë hatë ekspozon, por ka dalë më duhet me shiqu, është asër për ekspozim. Po. Unë shpesh them, si nuk tuten prej kritikut, sepse kritika... Shumë bukur, tha. Me pas një paloj frike. Me sfort që, kur gjosë jo, 5 parë që jo, bërhiq. Po. Ta bënd një me tërkush, bre, e pagun, që tërkush ta gatshme, shapëndodhë, shapërshot. Dhimshme. Kalojmë të fotografia tjetër, profesor, shofim ku kemi mbetur. Që këto thash. Shëntërimi kjo, këto edhe në Shqipëri kur kisha, në Muzein Historik në Tiranë, është mirë prejtë shumë, njerë zakonisht mirë, që këtu me një djarë këtu, një vizatim që kanë gjësu shumë. Më thënë, ju hapët një ekspozit me piktura të Nën Terezës, e veçantë në mënyrën e artistëve kosovarë, besoj, ha? E veçantë. Po. Më thash e kom shumë vepra për te, edhe në piktu, edhe në vizatim. Që kanë punu dhe tjerë, që e vdo për njëta konkretisht, vetëm një ka. Edhe vetë të përndaj, shumë kemi qenë të afrëm, nuk u kom të realizu me që shikiti. Vdo ma bëjke. Pra ndaj theke nuk mujë mi him atjepër. Që jo përjtimi. Ashtu e kanë dje, po. Kështu kom di theke së mujë atjepër. Shumë e vërtet. Ecim tutje me fotografi? Që dhe kjo një hanin, gati përfshin gjithë. Një portreti plotësuar. Ashtu. Vlau, djali i madh Armendi, butrinti me bashkëshorten, kjo dhondri me vajzën time, vajza e vllaut, Arjeta emra, vajza shoqja Armendit ajo, kjo bashkëshortja e vllaut, edhe bashkëshortja ime të ngandë. Një familje e kompletuar. Besoj ashtu. Duhet me qenë modest, kur nuk kompletohet. Përpiqem me qenë modest, me qenë ashtu, të ndershëm, këto tjerë që janë relative. Dhe më thënë, në familjen tuaj ndershmëria ka qenë kriteri kryesor. Ajo kryesor.
kryesor. Sa ma modest, aq ma mirë. Baba thike s'ka aty. Nuk ka me bo ndalime. Ma shumë ka punu me nxanë sa të baba të rëgën të varfër, se sa këta që kanë pas kushtet më të mira. Këta kanë nevoj ma tepër për përshaj. Sa e bukur. Ecim tutje? Përfunduam. Realizuam kështu një shëtitje më shumë se 60 minuta, nëse nuk gaboj. Fiks, kemi kaluar këto 60 minutë që ne rezervuar. Profesor, histori interesante, përvoja interesante që pas kanë shoqëruar jetën tuaj. Edhe në një diçka për fund, keni pas ndonjë pasion tjetër pos pikturës? Me të thonë të edhin si hobi, Po, futbolin. futbollin. Po. Edhe vetë që i ri, si do i ri që lunë ashtu, edhe kështu vazhdimisht shumë i thari futbollit shumë, Po. i përcjeli prej këtë sportet, mas shumë të përqenë futbolli. Futbolli, kështu Së do mos Shqipëria ditë ma ka bo zemrën në marë që vitoj në Serbi ku në Serbi, ishte. Po. në Serbi, që ashtu. Dhe kur humb, Ai me pak ashtu, po, duhet mu qëtësu që thonë, po, si nuk kemi fiks. s'ka ashtu. Faleminderit shumë. Gjithashtu dhe ju, U knaqëm me se bashkë. kom tërprugu në E ashtu. u knaqëm, e kemi shijuar në maksimum, besoj edhe te shikuesi do t'jetë në njëjta ndjeshmëri, Faleminderit shumë. sepse përmes këtij emisioni njerëzit ju njohin edhe në dimensione tjera. Faleminderit. Ju njohin se nuk jeni vetëm ai profesori që pikturoni, po një njeri që keni shëtitur, keni takuar, keni pa njerëz, keni qenë mirënjohës për njerëzit që ju kanë shoqëruar, e aq më shumë edhe për njerëzit që janë mirënjohës për me punën tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë, Jo, shëndet e mirënjohës, unë mbarësi. shumë mirënjohës, shumë faleminderit. Po. Shëndet dhe çdo të mirë. Faleminderit, kemi përmbyllur këtu diskutimin e sotëm me profesorin Bedri Emra. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të jeni me ne, të na shoqëroni, e gjithsesi edhe të na shkruani e të na propozoni emra. Mirëmbëjtje, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, ku do t'jeni me këtë emision. Natën e mirë.